Selam aleikum, paqja qoftë mbi ju. Së pari, kushdo që po e sheh këtë video, dua ta nis me një urim, me një lutje. Lutem që Allahu t'ju jap më të mirat si në këtë botë dhe në tjetrën. Po mendoja këto ditë në lidhje me disa gjëra, duke parë edhe komentet e njerëzve më shumti. Sigurisht në këtë jetë nuk kemi pse pëlqehemi nga të gjithë, domethënë, nuk kemi pse duhemi nga të gjithë dhe sigurisht që do ketë dhe njerëz që mund të mos na pëlqejnë dhe kjo është normale dhe pranueshme. Ka njerëz që thjesht na shohin si shfryrje nervash, si shfryrje energjish negative të akumuluara nga jeta e tyre, nga trauma të ndryshme etj që mund të ketë kaluar secili. Ka njerëz që sigurisht pas çdo gjëje negative sërish e ruajnë atë pjesën e pozitivitetit, pjesën e asaj ndjeshmërisë humane dhe pjesën e cakut, domethënë të dinë se si mund t'i flasin sidomos dikujt që është i panjohur. Shumë kohë më përpara, edhe unë kam qenë e atill dhe ndoshta e atill në kuptimin që ndoshta ndikohesha, ndoshta mund të intimidohesha nga njerëz të tillë. Ndoshta nëse shiha dikë që musulmonte do bësha gjak nxehtë dhe ta sulmoja dhe unë në të njëjtën mënyrë. Me fjalë, domethënë, kur kishte gjëra apo argumenta. Më pas me kalimin e viteve duke u rritur, kuptova që jemi të lirë të mendojmë çdo gjë për sa kohë nuk e lëndojmë tjetrin. Por edhe nëse ne na lëndojnë, Islami të paktën mbas u bëra muslimane, kuptova që më saktë edhe mbas u bëra muslimane, mu desh shumë kohë, madje deri kohët e fundit për të ruajtur qetësinë, kuptimin që nëse dikush do musulmonte, patjetër që do e mbrosh veten tënde, por dal nga dal Islami sikur të urtëson, në kuptimin që të qetëson, në kuptimin që shpesh herë ti do që të mbrosh veten, do të sulmosh tjetrin, në kuptimin që pse po ma thua këtë, edhe të bëhet grindje apo sherr. Por kohët e fundit gjithmonë mendoj për atë që na ka thënë profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, që kush lën një zëng, kush lën një zëng, nuk e vazhdon debatin, thjesht e lën, unë do i siguroj një shtëpi, domethënë një pallat në xhenet, në parajs. Gjithmonë mendoj për këtë pjesën, nuk na bën, domethënë, nuk tregojmë se jemi të fortë, se sulmojmë, apo se e mbrojmë veten tonë me zor, apo me forcë, apo se nuk tregon as ti, as tjetri nëse me fjalë mund të intimidosh apo të friksosh dikë. Për sa kohë një musliman ka besim tek Allahu, asgjë e keqe nuk do t'i ndodhi. Ju shikoni palestinezët se ç'po heqin dhe besimin në Allah i mban deri në fund kur ata bëhen martir. Që subhanallah, Allahu është i madh dhe duhet kemi parasysh që të paktën unë e kuptova, ndoshta vonë, po e kuptova që sado që njerëzit të mundohen të sulmojnë, apo ka njerëz që thonë shiko mos u ndiko, mos u mërzit sepse kështu janë këto, tregojnë vetën e vet. Unë në fakt nuk më bën përshtypje fare. Normal që gjithmonë mendoj që jo të gjithë mund na pëlqejnë, jo të gjithë janë demokrat në kuptimin tolerant të diçkaje, që një pjesë e madhe duan të imponojnë mendimin e tyre apo të shohin diçka që është e njohur për ta, nëse shohin përballë diçka të panjohur i ka paniku, ose diçka që nuk e ushtrojnë vetë, nuk e praktikojnë vetë, i ka paniku, dhe fillojnë të sulmojnë dhe thonë gjëra që ndoshta disa nuk është se duan të thonë. Por unë kam mësuar që pavarësisht se njerëzit, domethënë si jemi të gjithë një lloj, as gishtat e dorës nuk janë një lloj, secili ka karakterin e vet. Për sa kohë njeriu është i pjekur emocionalisht dhe kjo gjë fatkeqësisht arrihet vonë tek shumë njerëz, nuk të bën përshtypje. Përkundrazi, unë tani kam nisur me atë idenë që
njeriu duhet I flasësh me të mirë edhe kur është që është duke të sulmuar, edhe kur është duke të ofenduar, edhe kur është duke do thuash ne si mundemi. Nuk tregon dobësi kjo gjë. Ndoshta ai njeri duke të parë se ti po I flet me të mira, ndoshta mund t'i vi turp nga vetja vet. Është një lloj forme që nëse ti flet dikujt me mirësi, me paqe, pavarësisht se ai person është duke të sulmuar, mbase ai person ati do t'i vi turp nga vetja e tij dhe ndoshta do ndryshojë. Dhe më ka ndodhur realisht që ka patur njerëz që kanë ofenduar pa cak, pa asgjë, thjesht për urrëtie personale apo islamofobike etj. Dhe në fund më kanë kërkuar të falur, sepse mënyra se si ti drejtohesh një personi, nëse sheh, pavarësisht se unë këtë kam kuptuar pak më vonë, edhe unë nxesha merja kot ndonjëherë kur më sulmonin, por në momentin që ti I flet tjetrit me mirësi, edhe kur tjetri është duke të folur keq, Zoti sikur t'jep fuqi, sikur ti nuk bëhesh, sikur nuk të kontrolloj ndjenjat në atë moment, je ti që I kontrollon ndjenjat, dhe pikërisht në atë moment Zoti sikur t'jep forcë. Dhe tashi ndoshta tjetri mund të mos e marri, jo të gjithë e marrin kështu, vazhdojnë dhe sulmojnë, po kur sheh njerëz të tillë thjesht largohu dhe kaq. Nuk vetëm në rast se bëhet gjendja e rrezikshme, patjetër duhet kërkosh ndihmë, por që nëse I flet tjetrit me mirësi, dhe tjetri sërish vazhdon të nxjerr atë urrëtien, atëherë thjesht lërja Zotit, lëri Zotin personit dhe thjesht mund t'i bësh ta zëm nëse ndodh në rrjetet sociale, mund t'i bësh enjërim, mund t'i bësh blok etj. Jemi në një kohë të lirë ku secili e zgjedh se çfarë mund të shoh, se çfarë mund të dëgjoj etj. Sot dua të flas në lidhje me profetin Isa ose profetin Jezus, paqja qoftë mbi të, I cili dashuria që unë kisha për të më riktheu në Islam dhe më bëri të kuptoj, në fakt ta thelloj më shumë mendimin tim për të. Profeti Isa, paqja qoftë mbi të, nuk ka lindur as në shpellë, as pranë kafshëve etj. Nuk ai ka lindur pranë një pemë palmeje, ku pranë rrithte një burim uji, dhe historia ishte kjo që Allahu zgjodhi Merjemen ose në arabisht Marjem ose Marin, paqja qoftë mbi të, e zgjodhi që të ishte nëna e profetit, siç quhet dhe profeti I mrekullive, dhe shpeshherë pikërisht ishte profeti I mrekullive, është ngatruar me idenë që është Zot. Asaj t'i filluan dhimbjet, do të thënë ajo u zgjoh sepse ishte një grua, një femër shumë e mirë, një femër në mënyrë perfekte, ashtu siç vetëm Allahu e di, do me thënë që vetëm ai di t'i caktoj siç janë profetët apo nënat apo baballarët e profetëve etj. Kur ajo mbeti shtatzan, lindja ndodhi shumë shpejt, nuk është se kaluan me muaj, ishte në ato momente çdo gjë ndodhi nga fillimi në fund. Ajo Allahu I tha që të shkonte pranë pemës palmës, por përpara kësaj ajo tha një fjalë që shpeshherë mund të krahasohemi edhe sot, sepse shumë njerëz kanë problem se çfarë do thonë njerëzit, shumë njerëz kanë vdekur vetëm nga opinioni I njerëzve. Dhe në atë moment ajo tha, më mirë të vdisja se sa të më ndodhte kjo gjë, sepse kishte merak se ç'do thonin njerëzit për të, sepse ajo ishte një grua pa burr që thjesht ishte ngelur shtatzan dhe kjo gjë mund të keq kuptohej. Atëherë Allahu, dhe këtu shohim se sa I mëshirshëm është ai, dhe është një mesazh për të gjithë për gjithë ato femra që ndoshta kanë frikën e njerëzve, se ç'do thotë njëri e tjetri për shumë gjëra. Allahu I tha, mos u shqetëso, shko pranë kësaj palme, ushqeu me hurmat e palmës dhe pi nga ai uji që po buron. Ajo hëngri, u shye dhe më pas
shtatzania ishte shumë e shpejtë, më thënë dhe ajo ishte mrekulli, normal, dhe lindi në atë momente Isa ose Jezusi. Në momentin që ajo mori foshin në krah dhe shkoi pranë njerëzve, të direkt filluan normalisht të sharat ofendimet, ashtu siç ndodhin në rrjetet sociale, etj. Derisa ajo i tregoi foshnjën Isa, i tregoi Isën njerëzve dhe foshnja i foli njerëzve. Dhe foshnja tha pikërisht këto fjalë: "Unë jam robi i Allahut, ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet." Dhe ka cilësuar që beb në atë momente që foli Jezusi, e ka cilësuar veten profet, dhe që Allahu i ka dhënë rolin e profetit dhe i ka dhënë dhe librin. E ka cilësuar për të mos patur keqkuptime, gjë që fatkeqësisht më pas pati keqkuptime dhe shumë njerëz e morën për Zot. Kjo ishte historia e Jezusit, që unë doja ta ndaja me ata që kanë dëshirë, sepse unë kur u ktheva në Islam, piknisja ime kryesore sigurisht ishte Jezusi. Gjithmonë gabimi im, domethënë më përpara, ishte që ndoshta i falesha apo i kërkoja atij. Kjo ishte pra, i kërkoja atij, domethënë kur lutesha. Edhe pse e dija që ai ishte profet. Dhe në momentin që u bëra muslimane, përveç se e përvetësova atë pjesën që ai ishte profet, kuptova që duhet i lutemi veç se Allahut, sepse Allahu nuk lind, Allahu nuk vdes, dhe pikërisht Jezusi ishte profet dhe Allahu është një dhe as nuk lind, as nuk vdes, as nuk është njeri etj. Gjë që as nuk vdes për mëkatet tona, secili që ka mëkatet i ka përgjegjësinë e tij, lindin vetëm, vdesin vetëm, do të gjykohemi vetëm në fund. Dhe Jezusi do të rikthehet, e presim që një ditë të rikthehet, dhe në momentin kur do vi dhe Antikrishti apo Dexhali, dhe ai do të luftojë, do ta luftojë Antikrishtin, por pastaj kjo është një pjesë tjetër, një video tjetër që do ta ndaj me ju më vonë, kur të vi koha. Thjesht doja ta ndaja këtë histori për të treguar realitetin dhe të vërtetën, dhe për të dhënë një shenjë që, ose më saktë, Allahu na ka thënë që çdo kujt ka për t'i ardhur Islami. Askush nuk mund të jetë i verbër apo të thotë në ditën e gjykimit unë nuk dija çfarë ishte Islami. Më thënë këto, prandaj të gjithë duhet të shprehemi dhe të tregojmë të vërtetën edhe në lidhje me fen. Islami ka ardhur që në fillim, por normalisht Allahu ka sjell profetin e tij, ka nisur me profetin Adam ose Adami, dhe ka vijuar me profetet e tjerë për çdo periudhë kohe, derisa në fund përmblodhi të gjithë profetët dhe solli Kuranin, do të thënë që u përmbyll, do të thënë, dhe me profetin e fundit që ishte profeti Muhammed. Prandaj dhe Kurani logjikisht mund ta kuptojmë, i përmend të gjithë profetët. Shumë do thonë, po erdhi mbas kaq vitesh, po erdhi. Nëse do bazohemi që erdhi mbas kaq vitesh Islami, atëherë nuk kemi ditur asnjë gjë në lidhje me asnjë periudhë fetare apo profetike. Islami ka ardhur me profetin Adam, nuk ka as para as mbrapa. Fatkeqësisht popujt kanë mbetur ose ngecur tek disa profet, dhe në Kuran tregohet qartë që tregojnë qartë që gjithë profetët, tregohet qartë se si ka ardhur Islami, derisa u përmbyll më pas me librin ku të gjithë mund ta lexojnë sot dhe nuk mund të shmangemi kësaj gjës. Nëse do të dish mbi Islamin, lexo, ashtu siç thuhet edhe në fillim të Kuranit, lexo, sepse po nuk patë njohuritë e duhura, thjesht pastaj do të mbetesh i verbër, si nga mendja, si nga syt, si nga zemra, dhe nuk do të shohësh të vërtetën. Allahu yunadika suhayran qum was'al ya abdallah فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله إن كنت مريضا يا عبدي
فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كثيرا هل أحد